Të nderuar miq, të nderuar bashkëdhetar, ashtu sikur se kemi bërë gjithmonë ato ditët e pushimeve që ne zgjedhim ku të kalojmë disa ditë të këndshme, por dhe të eksplorojmë dhe njëkohësisht të marrim një kënaqësi nga vendet që ne vizitojmë. Por unë këtë radhë zgjodha dhe nëpërmjet dëshirës që kishin emigrantët që banojnë në Turqi dhe ne përzgjodhëm Stambollin. Kemi shumë miqë këtu dhe gjithmonë nga emisionet tona ata shihnin dhe menin një kënaqësi për të gjithë ata bashkëdhetar që bënin nga një bashkëbisedim me ne. Dhe kështu që ata kishin disa vite që na kërkonin që ne të ishim këtu dhe ja ku e realizuam. E realizuam dhe ne do të bëjmë një guit dhe gjë e parë që ne po vizitojmë këtë ambient të këtij kanalit dhe të dy pjesëve që ndajnë pjesë të qytetit të Stambollit, kështu që miq të dashur ne do të bëjmë një guit të shkurtë për 2-3 ditë, kështu që do krijojmë mundësinë të bisedojmë me disa nga shqiptarët që janë këtu, që nuk do t'i lëmë mbrapa dhe ata shqiptarë që janë shumë të hershëm në 2 dhe në 3 breza. Kështu që miq, së bashku do fillojmë të ndjekim të gjithë këtë gujitën si gjithmonë dhe të marrim kënaqësi të shqiptarëve, ecurinë e tyre dhe atë jetën e tyre që bëjnë këtu në Stamboll. Vazhdojmë atëherë së bashku. Nderuar bashkëdhetar, ashtu sikur unë pak më parë ju prezantova këta njerëz, këta shqiptarë që mund befasia është më e madhe sepse po gjejmë këta bashkëdhetar të hershëm dhe ata që kanë lindur këtu, por I kemi nga zona e kolonjës. Po vërtitemi, po shkojmë në çdo shqiptar, por kemi rastisur në kolonjar dhe sot kemi një nga kolonjarë të lindur këtu, pa diskutim, edhe flasim më shumë se 150 vjet stërgjyshët e tyre që kanë ardhur, që historikisht ne e dim, dhe sot kemi këtu, kemi dhe avokat, por një nga shqiptarët që është I zjarrt dhe vazhdon të punoj për shqiptarizmin, mos harrojmë, por ne gjatë bisedës do nxjerrim dhe do të njihemi me rrugëtimin e tij I të qenurit shqiptar dhe kemi avokatin ton Aliun. Përshëndetje Ali. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit, si jeni? Do flasim pak shqip, pak turqisht edhe miku jon Ariel do na përkthej dhe do na jap mundësinë që ne të jemi sa më afër në të kuptuar dhe për të zhvilluar të gjithë bisedën tonë. Faleminderit. E parë mirë se erdhën në Turqi. Mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhën në Istanbul. Unë të mirë se erdhë në Kadıköy. Kuja është zyra ime. Është zyra juaj. Zyra ime. Unë jam advokat në Turqi. Jam 20 vjet avokat në Kadıköy, Turqi. Keqmelerin e parë në Zarada. Zoti Ali, unë dua të di kush kanë qenë të parët ata që kanë ardhur këtu në Turqi dhe në çfarë kohë e ke mësuar nga gjyshit apo stërgjyshi apo babai juaj historinë e familjes? Evet. Vazhdoj të them në turqisht tani, sepse nuk mund të them në shqip. Gjyshi im kishte ardhur nga Shqipëria në vitin 1860. Pastaj më vonë përsëri është kthyer në Shqipëri. Pastaj në 1912 kanë ardhur përsëri në Turqi dhe nuk janë kthyer më në Shqipëri. Nga erdhi gjyshi? Evet, büyük Erdhi nga kolonja. Nga kolonja. Brenda nga kolonja, po në rrethinat fshatrat. Afër kolonja, fshatı Taçi Sipër. Ka ardhur nga fshati Taçi Sipër. Taçi Sipër. Taçi Sipër. Taçi Sipër. Afër Hersekës. Po, kolonja Herseka. Kolonja Hersekës, ja. Greqi. Afër Greqis. Afër Greqis. Kam avukat. Kam shumë të afërm në Shqipëri edhe në Greqi gjithashtu. Në kolonja në përmet, të afërm gjithashtu në Janina. Kemi shumë të afërm. Shumica e të afërmëve kanë ardhur në Turqi mbas luftës. Mbas luftës disa kanë shkuar në Itali, disa kanë shkuar në Amerikë dhe disa në Gjermani gjithashtu.
Të afërmit që kemi në Shqipëri, për një farë kohë nuk jemi takuar. Pasi u hapën kufit në vitin 1990 e këtej filluan të takohemi. Me të afërmit që kemi në Amerikë nuk jemi takuar, u kaputën lidhjet sepse më vonë edhe kanë vdekur. Bir de şöyle bir sıkıntı oldu. Evlilikleri dışarıdan yaptık. Kush ishte ai që fliste më shumë për Shqipërinë kur ti ishe i vogël? Ishte gjyshi apo babai? Güşya. Gjyshja. Güşya ime. Edhe gjyshja nga kolonja ishte? Në kalindur në Turqi. E ka lindur në Turqi. Flasin sadece neydi? Flasim gjithmonë. Gjithmonë shqip. Flisni të shqip në shtëpi. Shqip. Mësoj turkish në shkolla. E mësovi në shkollë turqisht. Mamaya ime kishte mësoj vetëm shqip në Turqi. Bas shkollas mësoj gjuha turkish. Bas shkollës. Do të thënë nëpërmjet shkollës mësoj. Në shtëpi vetëm flisnin vetëm shqip në shtëpi. Bas shkollas. Bas shkollës që vinte mësonte turqish, fliste edhe shqip në shtëpi. Atëherë ishte shumë e vështirë në Turqi. Vetëm në shtëpi mund të flisnim shqip. Shkonim në shkollë mësonim vetëm turqisht, edhe në shkollë ne asnim në shumë probleme në përdorimin e shqipes. Për gjeneratën time, ne mësuam në shtëpi shqipen, prandaj nuk hasëm në ndonjë problem për të mbajtur shqipen gjallë. Disa që kishin mundësi të arsimoheshin, ata mësuan edhe gjuhë të tjera, gjermanisht apo gjuhë të tjera. Almanca öğrendi, başka dilleri de konuşabildi. Jam 45 vjeç. Benim emsallerim, Ata që janë në moshën time, shqiptarët që janë në moshën time, ata flasin disa gjuhë tani. E tani kemi ardhur sa pozicione të caktuar, ata të gjeneratës time. Babai im ishte nga Maqedonia, siç dihet që në Maqedoni ka shumë shqiptar. O da Cumhuriyet Savcısıydı. Prokuror diyorsunuz galiba. Babai im ishte prokuror. Türkiye'de. Ama emekli artık. Tani është Pensioner. pension. Pensiyon. Këtu kemi një shoqat ku të gjithë shqiptarët mblidhen edhe diskutojnë bashkë. Nga këto shoqatat unë jam drejtues dhe jam sekretari i përgjithshëm. Dëshira ime është që shqiptarët në Turqi edhe në gjithë diasporën të jenë të gjithë së bashku dhe të punojmë bashkë. Kjo për mua është një shënjestër e drejtë secili seci. Qoftë edhe nga ana politikës, nga ana ekonomike, nga ana e folklorit, Müzik, dans. arsimi. Zaten dilimizi konuşabilirsek. Por si fillim gjuha shqipe. Eğer biz bunları yaparsak bu millet Qofse këtë do arrim ta bëjmë, atëherë diaspora shqiptare do të jetë shumë e fuqishme kudo në botë. Ashtu siç dihet, Kosova dhe Shqipëria ka të njëjtin gjuhë kombëtare shqipe. Makedonya'da çok sayıda Arnavut var. Në Maqedoni ka shumë shqiptarë, siç e dim. Gjithë diasporën ndoshta jemi miliona. Ne themi që janë minimumi 5 milion. Eğer ailelerin de Qoftë se do shtonim këtu edhe familjet e këtyre shqiptarëve, domethënë me gratë dhe fëmijë që kanë lindur, mendoj që janë mbi 10 milion shqiptarë këtu në Turqi. Pikërisht për këtë arsye, dua që shqiptarët të kujtojnë që janë shqiptarë së pari. Mbas kësaj ne do të jemi akoma më të fuqishëm. Vetëm për të treguar këtë shqiponjën, nuk po them vetëm për këtë. Duhet ta jetojmë në shpirt dhe në zemër që jemi shqiptarë. Këtu kam flamurin shqiptar, pikërisht për këtë arsye kam. Ka ekzistuar në parë si shoqat në kohën kur ka qenë babai juaj, brezat më të vjetër? Kjo është një shoqat e re. Shoqata jonë është prej 5 ose 6 vitesh, edhe quhet shoqata e shqiptarëve në zonën e Anadolu's. Domethënë Anadollit. Anadolu. Në Turqi, shqiptarin në Europas Istanbulit. Ajo është shoqata që kemi në anën Anadolu, në anën aziatike. Cilat ishin festat që festonin shqiptarët e hershëm? Kishin në një ndoshta e flamurit ose në një kombëtare ose diçka të këtillë? Shqiptarët që ndodhen në Turqi me zhvillimet e politikës që ndodhen, vetëm ditën e flamurit festonin. Për ne ishte më e rëndësishme dasmat shqiptare. Bizim gostilerimiz vardı, gosti deriz. Ishin të gjitha traditat shqiptare aty në dasmë. Evet. Kishim edhe gostit. Ama bu Atë që e quanim gosti atëherë ishte diçka që zgjaste një javë. Atëherë shqiptarët për të bërë një dasëm shisnin edhe traktorin, shisnin arat e tyre.
Keni shumë bakti, që quanin edhe kurban atëherë, ata që vinin në dasma ose në gosti për gjithë javën, deri në mëngjes ata hanin edhe pinin atë. Yemek yerler. Artı tabii ki rakı. Edhe Rakı. Po tradita shqiptare. Tabii Arnavutlar. Tabii olduktan sonra artık onu yayınlamaz Por kendisi. shqiptarët më vonë pasi u muslimanizuan, filluan të heqin rakinë dhe alkoolin nga tryeza. Unë jam nga ata që pi raki. Rakıyı çok severim. Nga Kolonja. Unë e pëlqej Tabii ki. shumë raki. Tabii. Edhe nga Kolonja pimë rakinë. Më vonë për shkak të kushteve ekonomike, këto dasma nga një javë që zgjasnin, i shkurtuan në 3 ditë. Sonra Pastaj u bë vetëm një ditë. Tani pothuajse nuk i bëjmë fare sepse alkooli është shumë i shtrenjtë këtu. Ajo që ndodhi së fundi në 3-4 vitet e fundit nuk po bëhet fare dasma, por po bëjmë vetëm celebrimin në zyrat aty. Mund të them edhe këtë, kur kishte shqiptar që vinin nga Shqipëria për të shikuar ceremonitë tona dhe dasmat tona, ata habiteshin shumë për këto dasma që zgjasin nga një javë. Şöyle oldu. Dasmat tona bëheshin kështu që çifti që do martohej shkonte para atij nënpunësit të zyrës së gjendjes civile dhe aty deklaronte, thoshte po para njëri tjetrit, pastaj thoshte po personi tjetër. Po, përpara bashkisë, Pastaj ky punojësi i bashkisë thoshte që ju shpall burra dhe grua. Dasmat edhe në Shqipëri bëheshin një javë. E që unë jam Korçar dhe Kolonja është po aty. E fillonim që të mërkurën, që thuesh gdhiesh e qiqera, që bekohesh e qifti, ose djali ose vajza. Të enteve vinin dhe robat e nusës ke djali. Dhe këto roba tregoheshin edhe në shpinë e vajzës që kishte atë pajën, paja, gjithmonë paja e nusës, prika do me thënë, dhe hapeshin përsëri që të shiheshin nga njerëzit tek burri. Ditën e ente kjo. Bir sergi açılıyor. Të njëjtën gjë bënim edhe ne. Aynen. Shikon? Dhe të premte vinte ose të shtunë vinte shoqëria, dhe të pasaj të shtunë bënte vajza, do me thënë me farefisin e saj, dhe të dilë bënte djali që vinte e merrte nusën dhe bënte darkën e tij me njerëzit e tij, dhe pa diskutim që vinin shkëmbeheshin krushqit, edhe pinim raki. Her zaman. Jemi një lloj? I kemi harruar traditat? Tjetër, ne jemi të njëjtë. E shiko? Kesinlikle, kesinlikle. Mbas sa brezash që keni qenë dhe keni ardhur që në vitet 1800 edhe vazhdojnë traditat e njëjta. Shqiptarët kanë qenë gjithmonë brenda traditës. Mu dha mundësia që të shkoja 2 herë në Shqipëri, vitin 2014 edhe në vitin 2018. Kam pasur rasti që të isha i ftuar në një dasmë shqiptare. Dasmën që isha i ftuar, shimet vinin pafund edhe pafund edhe pafund. Pijet pafund edhe vazhdimisht. Kishte edhe një histori që ata tregonin, dua ta tregoj këtu. Një shqiptar kishte ardhur në Turqi dhe kishte shkuar në një restorant. Oradaki garson Kishte ngrënë diçka, kamarieri atë që kishte sjell ai kishte ngrënë. Por jo me shumë qef. Sonra demiş, plasa demiş. Doydum demiş. Pastaj kishte thënë plasa. Së ngrëni. Po. Kamarieri kur kishte dëgjuar plasa kishte sjell presh, sepse ne themi prasa këtu. Ashtu i themi dhe pras në disa zona. Ai kishte thënë plasa, ungopa, mos më sill më. Ai vazhdonte të sillte presh. Hala pırasa getiriyor garson. Edhe këtu ngjetin tani që shqiptarët e pëlqejnë shumë preshi. Büyüklerimiz cüştare oluyor değil mi? Cüştare. Büyüklerimiz nenalar. Të parët ta nëna dhe gjyshja edhe gjyshi, sidomos gjyshja bën shumë lakror me presh dhe me domate, por unë e pëlqej shumë me domate. Ai do me domate qepë. Bir de E şöyle. bëjnë edhe me kungull, por unë i pëlqej shumë vetëm me presh. Keni të gjitha. Ben domatesliyi Domate. seviyorum. Ben domates seviyorum. Në Shqipëri, çfarë ushqimi të pëlqeu më shumë dhe deshet ta haje? Ben merak ediyorum yemediğim için de ya da çok az. Isha shumë merak të haja qumështor. Sa për mish nuk ishte problem sepse ka gjithmonë. Rakia s'është problem sepse është origjinale, por atje ishte pak e fortë rakia. Rakin që kemi ne këtu në Turqi i hedhim anason. Këtë arsye ajo bëhet e bardhë sepse ne shtojmë edhe ujë, por rakia që ishte në Shqipëri nuk ishte me ujë. Ben de bu yüzden tabii biraz Rakia që kemi në Turqi i ngjan pak uzos greke që është pak më e butë. daha yumuşak. Onun için daha Rakin ton, nga që është më e butë, unë e pikollaj, por kur piva rakin në Shqipëri, ajo ishte shumë e fortë dhe unë mua më zuri gjumi. Yamlık effort. Piva ni got raki ere cum.
Edhe gjumë. Nuk jam I fort. Jo, ajo është në grada shumë të mëdha, mos gabojnë. 19, 18, 17 për ju është e fort. Po aman të dish që në kolonje pinë me këto grada. Edhe të tregoj një sekret pse? Lütfen. Sepse ato janë zona shumë të ftohta. Korça, Kolonja, gjithë treva e Korçës kanë qenë zona të ftohta. Edhe raki pinin. Edhe e mbanin me Ushqime me fusul kitchen. këtu edhe Zemër. it's cold. Evet. Si u lindi ideja për të hapur një shoqat për të mbledhur të gjithë këta shqiptarë? Cila ishte ajo që ju bëri të mblidheshit dhe për të vendosur ose të zgjidhin disa gjëra ose të krijonit mundësi? Sepse ne jemi shqiptarë dhe ne në Turqi kemi shumë shqiptarë. Edhe në Turqi ka edhe nga popull të tjerë njerëz, patjetër. Bashkë me njëri tjetrin duhet të mbështetemi dhe duhet të krijojmë lidhje. Atëherë lindi ideja që të krijonim këtë shoqatë. Unë te shoqata jam bërë më vonë antar, më vonë u bëra edhe me ekipin e drejtimit, jam sekretari I përgjithshëm. Si e prite kur të bënë pjesë të kësaj shoqate? Ndoshta kjo ishte si të them, një ëndër, por nga që isha shqiptar e doja këtë gjë. E njëjta gjë siç është një konsullat, toka e konsullatës atje pjesë e Shqipërisë, edhe kjo që kemi ne këtu, pjesa jonë edhe ne ndjejmë veten shqiptar në këtë shoqat. Një flamur është simboli I një populli. Edhe këtu kemi një flamur, ku ka një shqiptar, edhe këtu është një Shqipëri e vogël. Edhe këtu ku jemi tani është një Shqipëri e vogël. Qëllimi ky ishte që kudo që të jemi, duke u mbledhur bashkë të krijojmë një Shqipëri të vogël. Së fundmi kanë ardhur shumë shqiptarë. Edhe duke qenë se ju jeni vendas këtu dhe ligjet edhe rregullat të gjithë shka, ju I keni më të qarta se shqiptarët që kanë ardhur së fundmi nga 90-ta dhe në vazhdimsi sot e kësaj dite vinë kush ose cila më saktë do të ishte që të bëheshin të mundshme për shqiptarët, ndoshta një shkollë për fëmijët, ndoshta një ambient të ngrohtë që shqiptarët të gjenin një ndihmë, një mbështetje me njëri tjetrin, por dhe me ata shqiptarë që kanë vite si puna juaj. Unë e kuptoj pyetjen tuaj shumë mirë, edhe unë e bëj kështu në përgjithësi. Kur shkoj diku, pyes direkt se nga je. Në përgjithësi, që nga larg e shikoj nga ato linjat e fytyrës dhe nga mënyra se si duket që është shqiptar dhe e kuptoj që është shqiptar. E kuptoj. Pastaj e pyes, a je gjë shqiptar? Dhe aty krijohet një farë lidhje. Dhe mbasi u krijuar të lidhja, nuk futet më. Në këtë mënyrë veproj në përgjithësi. Takohemi shpesh në festat që kemi fetare, për shembull, kur bën Bajrami për muslimanët ose në rastin e Pashkëve për krishterët, edhe ne I festojmë të gjitha këto, ose për vitin e ri, ose për Krishtlindje takohemi, ose për vitin e ri. Në Turqi janë shumë të rëndësishme edhe ceremonitë mortore. Për këtë punë shkojmë në xhami, por për të krishterët ka Pashkët, ka gjithashtu fillimi I vitit të ri ose Krishtlindje. Shkoj edhe në kish kur të krishterët kanë festat e tyre si Pashkë. Neydi? Kişe miydi? Neydi kişe? Kişa'ya da gidiyorum, ziyaret ediyorum. Gidemesem de kutluyorum. Kjo është ajo lidhja që shqiptarët asnjë nuk e kanë humbur. Vetëm kanë qenë shqiptarë paçka se kanë pasur besim të ndryshëm. Evet. Asnjëherë nuk ka një karakteristikë tjetër të shqiptarëve, kjo është ajo që unë kam zbuluar. Për shembull, një shqiptar nëse shkon diku tjetër, jashtë vatanit të tij, jashtë vendit të tij, ai nuk harron kurrë që është shqiptar. Për shembull, ju keni shkuar në Amerikë, por ju thoni që jeni shqiptar. Gjithashtu e njëjta gjë do jetë edhe me fëmijët tuaj ose me niprit dhe mbesat tuaj që kur të kthehen në Shqipëri, apo të shkojnë diku tjetër, apo dhe me fëmijët të mi nesër, kudo që të shkojnë, ata nuk harrojnë që janë shqiptar. Si ju që jeni 3-4 breza. Sepse gjua shkon. Lakrori po, rakia po, gosti, dasma, të gjitha. Disa emra I kemi harruar fatkeqësisht. Përpiqem të mos harroj këto gjëra dhe besoj që janë gjenerata e fundit. Kam frikë se ata që do jenë mbas nesh do t'i harrojnë këto gjëra. Atëherë ju më pyetet vazhdimisht, tani kam unë një pyetje për juve, që ne të vazhdojmë këtë gjë, çfarë duhet të bëjmë? Tani duhet t'ju dëgjoj juve çfarë mendimi keni për këtë gjë. Në shumë shtete shqiptarët që kanë shkuar gjën e parë kanë mësuar fëmijëve e shumë e rëndësishme për të njohur me traditën dhe vazhduar traditën. Dhe me rëndësishme është gjua shqipe. Unë nuk e di sa e lejushme ose e mundshme është për të pasur një shkollë për fëmijët, për të mësuar gjuhën shqipe, për të mbajtur gjallë shqipen, por dhe traditën shqiptare.
Ne në shoqatën tonë, në vitet e shkuara, sidomos vitin që shkoj, ne kemi dhënë mësime të gjuhës shqipe. U duk aq e pabesueshme saqë erdhi edhe konsullati e përgjithshme këtu në Stamboll edhe nga Ankaraja gjithashtu, edhe erdhën na vizituan neve. Na dërguan libra, na pyetën sa libra ju duan, na dërguan 50 libra dhe ata u habitën shumë si ka mundësi që ja ka shqiptar që duan të mësojnë shqip. Kemi një mësues shqiptar që është po edhe ai po ashtu nga Kolonja. Këtë vit do të vazhdojmë përsëri me mësimet e gjuhës shqipe. Kemi krijuar një kor gjithashtu. Tani për tani ne themi këngë turke, por qëllimi jon edhe shënjestra jonë është që të themi këngë shqiptare. Shefi i korit që kemi, edhe ai është shqiptar gjithashtu dhe është shumë i famshëm këtu në Turqi. Pasi të mbaroj kjo intervistë, unë do të ndaj me juve disa emra të atyre personave, si edhe doni t'i takoni, mund t'i takoni. Ashtu kryetari i shoqatës tonë është nga Kosova dhe është më e mirë se sa nga imja. Takojeni edhe me atë dhe mund të bëni një intervistë edhe me atë. Përsëri në Turqi, duhet të dini që keni një shtëpi tuaj këtu dhe jam i sigurt që edhe po të vinë në Amerikë do gjej një shtëpi atje. Ülkeye gelirsem sizi zaten arayacağım. Bu dostluğun devam etmesi dileğiyle. Kam shumë dëshirë që të vazhdojmë këtë miqësi. Evet, birer tane de Shqipënia artık yapalım. Hadi buyurun. Patjetër. Ne gjithmonë kemi qenë edhe emisioni jonë është In Out Albania. Aty ku janë shqiptarët shkojmë ne, por dhe aty ku jemi ne vinë shqiptarët edhe kështu që ne do të jemi në vazhdimsi. Të njihemi me të gjithë shqiptarët. Të japim mbështetjen për të gjithë shqiptarit me njëri tjetrin, të krijojmë mundësitë, sepse është ajo frika që thatë ju për ata fëmijë të vegjël që do t'jetë mundësia të brezit tjetër që ne të vazhdojnë atë traditën, gjuhën e gjithçka që kanë shqiptarët? Besoj se po. Sepse ka njerëz si ju që po vazhdojnë. Evet. Po japin gjithçka që kanë në vetja dhe po e krijojnë mundësinë këtyre fëmijëve, besoj se nuk do të harrohet. Do jeni gjithmonë në mendjet tona dhe në zemrat tona. Unë të falenderoj. Ben teşekkür ederim. Shumë faleminderit. Për të vim zyrat time. Të shpresojmë që të jemi përsëri këtu së bashku për të parë nga afër dhe shumë gjëra të tjera dhe më realisht. Nëpërmjet internetit ne mund të vazhdojmë kontaktet tona dhe lidhjet tona. Patjetër. Për shembull, kam një histori që desha të ndaj edhe këtë shumë shkurt. Gjyshi im ka vdekur edhe kishte një trashëgimi. 3 muaj më vonë ishte kthyer përsëri këtu. Të gjithë kishin pritur që të vinte ndonjë trashëgimi e madhe nga Shqipëria, Flori, Lek edhe gjëra të tjera, por kishte ardhur vetëm një mushk. Atëherë kam kuptuar me të vërtetë se çfarë do të thotë jesh shqiptar. Që edhe për një mushk ai shkon në Shqipëri edhe e merr të drejtën e vet. Mund të jemi pak inatçor, që ne jemi bes pikërisht për këtë themi, jo se jemi inatçor. Nëse diçka i besojmë, ne shkojmë deri në fund asaj që i besojmë. Në univers ka një lloj energjie, ndoshta nga kjo energji erdhe këtu edhe ne mundum të takoheshim bashkë njëri tjetrin. Atëherë edhe një herë faleminderit, të shpresojmë të takohemi përsëri. Faleminderit. Edhe t'ju dërgosh përshëndetjet e mia. Faleminderit. Gjithë atyre shqiptarëve që nuk patën mundësi t'i takojmë, sepse tash jemi në gushte dhe ata janë gjithmonë në lëvizje mes familjeve, janë ato pushimet e verës. Çok burası yakın. 1 saat bir uçak mesafesinde. Jemi shumë afër me njëri tjetrin. Një orë. Është vetëm 1 orë larg nga këtu. Ne shqiptarët që jemi këtu në Turqi përpiqemi shpesh të shkojmë në Shqipëri. Gjithashtu, shqiptarët që janë në Shqipëri i presim dhe i mirëpresim që të na vinë në Turqi. Po jo vetëm për turizëm, por le të vinë ndoshta edhe për biznes, ndoshta edhe të krijojnë lidhje familjare. Sonu çok fazla, etc. Presim. Të shpresojmë. Shumë faleminderit. Like the bull in New York City. Yeah, have a New York City same This thing, is it's a big one. This is the highest point of Kadıköy. Yeah? Here is the highest point of Kadıköy. Here is the Bahariye Street. It is the old street. Here is the Armenian church. Here, Yes. you see this is the Armenian church. Here you can see. There are 6 ways, different 6 ways here. Kuşdili, Söğüt Çeşme. And there are 6 different ways. That's why they call it 6 ways. 6 yol in Turkish. 6 yol. Let's go. This is the tramway street and only for the streets for the public transport. Normal transport.
nderuar miq, jemi në një lagje që thuhet që ka shumë shqiptarë dhe kështu ne kemi zgjedhur të shkojmë në një shqiptar që quhet Kadri dhe kështu si për ju dhe për ne do të jetë presh të parë që do ta takojmë, ja ku po vjen, kështu që shkojmë dhe takojmë Kadrion. Përshëndetje. Si e gjeri? Faleminderit. Mirë. Si dukesh? Mirë. Faleminderit. Mirë. Tashi ne jemi për të gjithë shqiptarët e bëm këtë pak, të ishim pak më të pastër, më të Digjo qartë. tani në shtëpi e motrës. Po. 5 orë. Po, do të shkojmë dhe do të flasim aty, E dami. Shumë mirë. Miq, këtu kemi Kadriun. Kadriu është një nga shqiptarët që kemi mësuar që këtu ka shumë shqiptar në këtë zonë. Si quhet kjo zona këtu? Shumë shqiptar jemi. Po. Njerëzje, ama tani shqip. Shqipja, do flasim avash që të Jo, unë të tërë. shumë ju flisni mervesh. shqipën. Po. Të tërë shqiptarët. Ka shumë që nuk flasin shqip, po, Po, ne do ta mësojmë. Kështu që ja ta vëm mikrofonin këtu dhe ta kemi për më kollaj. Tani, këtu si quhet zona, si quhet vendi këtu? Vendi Qyteti Beylikdüzü. Beylikdüzü. Düzü. Do me thënë ka shumë shqiptarë, kështu? Këtu ka shqiptar shumë. Beşiktaş, Okmeydani, Kadıköy. Po. Të tërë shqiptarë. Mirë, sot është vape dhe kështu që ne do vazhdojmë të akomodohemi diku dhe do të flasim i qartë, kështu? Hajde. Hajde tani. Vendi këtu. Po, hiq këtu pa. Mos më merak. Do Motra ime. Gëzohe. Nëse ju gjetëm, si e? Mirë shikir, ti kish jetë. Faleminderit, ju si jeni? Mirë shikir. Mirë. Ju jeni motra tash i e Kadriut, Si e? Imbesa. Imbesa. Faleminderit, ju si jeni? Mirë jemi. Kështu që keni plot, ju shikoj mirë. Hoş geldin. Okej, miq të nderuar, ja ku akomoduam këtu në një nga shtëpitë e një shqiptarëve shumë të hershëm. Kemi një bisede që e kemi nisur që atje ke porta kur jemi takuar, por pak a shumë ne u njohëm, por do të njihemi edhe me ju të nderuar miq. Përshëndetje njerëz, si jeni? Ty na qeta, faleminderit. Kënaqësi që u shikoj mirë në radh parë. Të rëndë goja. Shëndeti juaj është shumë i rëndësishëm, kështu që ne jemi të lumtur që jemi me ju këtu dhe për më tepër që do mësojmë historinë tuaj. Do shikojmë ata gjyshrit, ata stërgjyshrit. Emri juaj ishe? Mehmet Ali. Mehmet Ali. Ju nga jeni me origjinë Mehmet Ali? Ne jemi nga Korça. Nga Korça. Tash kush ka ardhur këtu më përpara? Babaj. Babai. Ju keni lindur këtu, besoj? Këtu. Po. Babai ishte çështje ekonomike apo erdhi kështu siç ishin atë kohë që lëviznin? Kur erdhi ajo këtu, ishin mbyllur rrugët, deri këtu. Ishin mbyllur rrugët, nuk shkon. O shkoj dot, pastaj u martua këtu. Tashi Kadri ju jeni vlla tash me Jo, motra. është motra, Motër. Po, motra. Unë jam vendër. A je dhëndër këtu në shtëpi? Jo. Jam burrë e grua. Do me thënë jeni burrë e grua ju të dy. Gëzohem shumë mirë. Po Goja. kur erdhën ata këtu nuk lëvizën me, nuk shkuan në Shqipëri. U kyçën rrugët. U mbyllën rrugët. U mbyllën, babaj u martua këtu atëre. Të demesene. Mi këtë. 2 dje mi faj, 1 qupë. Unë Ta fëmijë beri babaj. Sa vëllezër e motra? Babaj, 2 djem, 1 çupë. 2 dje me 1 çupë. U martua me shqiptare apo me vendas? Shqiptar. Me shqiptare. Aneja ime, turqe zditë, e shqip. Zdinte turqisht? Jo. Vetëm shqip. Shqip. Ju keni lindur në vitin? Këtu, në Stamboll. Në Stamboll në çfarë viti? Me dia. bindo këtë skërto Unë- këtë. Unë, 1900 e sa? një, tali. E 49? Kërkiki. 42 apo 44? 22, 22. 23. 42-shin. Po, dhe ju Kadri? Unë kam lindur 1958. E 58-ën. Lindët këtu.
Kush ka erdhi këtu përpara? Gyshat, A erdhën gjyshërit 120 vjetë parë. 120 Babai, vjet. nenja, motrat, unë, Po, lindur e rritur Istanbul. lindur erdhi. Se dim shikoj i Shqip. Në shtëpia, mësua se gyshat, njerëzia, dajlari, xhaxhallari. Baba im era shkip shkruante. Edhe shqip. Po, Shkruante. para 120 20 vjetë parë kanë ardhur. kanë ardhur këtu. Kolonja jemi. Nga erdhën gjyshërit nga kolonja? Kolonja, gyshi im, një gyshi ka lindur Leshja, një gyshi ka lindur Borova. Po. Gysha ka lindur Leskovik. Në Leskovik. Nikit kolonjar jemi. Jam kolonjar. Kolonjar. Ka shumë kolonjar këtu besoj. Shumë kolonjar. Është njerëzia, Beşiktaş, Kadıköy, të tërë vende, Ok Mejdani. Po. E tani, problemi guj. E gjuhës. Guj, Nuk u ka shkolla shqipe këtu? jo. Pse? Nuk lejohet? Jo. Tani në internet, ashtu në digital japin. Pse nuk lejohet të hapen shkollat këtu që të flasin shqip fëmijët, të mësojnë shqiptar, fëmijët shqiptarëve jo, ha? Jo. Nuk e lejojnë apo Jo. nuk e keni bërë ju? Më shumë Ingilish. Më shumë anglisht. Ju keni lindur këtu. Këtu. Emri ju e ishte? Figen. Figen. Ke shkuar në Shqipëri? Vajta tani vajta. Pas 55 vjetë pastaj vajta shkova ku ka ardhur gjysheja, ama shumë u kunaqja, shumë e Të pëlqeva. pëlqevi? E gjeta vetë atje. Shumë Ndihesh e mirë. shumë bukur. Tani ju jeni vajza e Çupaime. Është e madhja? Mami, Kam të madhe djalë. Sa fëmijë ke? 3. 3. Është e madhja vajza? Jo, djalin e kam. E ke më të madh. Më të madh e kam. Pastaj unë, Pastaj- pastaj një të vogël E mo. keni një motër të vogël. Si e pe Shqipërinë? Çfarë të pëlqevi më shumë? Shumë mirë, më përpara gyshi Lafostek ishe e vogël unë. Zaten gjunu mësova na gysheja, ato nuk lafoshin hiç türkçe. Kur lafoshim neve türkçe, beti türkçeli na fante. Aki nuk donte. Hep shqip lafosin kërkonte. Ere gyshi fonte ishte erë vakti në Türkiye për të punuar. Për të punuar. Gyshi ishte bente kaldırı. Sokak. Sokakën e Kaldrem, e di. Po. Merrte punë, ato indimoshin. Ajo merrte punën, s'punonte vetëm. A merrte punëtorët? Kish punëtorë, kish hapur kompani këtu ai. Ashtu. Firmë, si i themi, si kompani Si thonë? firmë, si tasharon themi. Po. Tasharon kish for. Nuk. Po, të kuptoj. Bende punë ere fonte Shqipëria ishte shumë liksh, ajo ekonomia. Po. Shumë liksh, ullët liksh janë, yani u bëmë i vafër atje, u mbyllun të Sistemi e Enverit. Po, sistemi i Enverit. U mbyllun xhamit, kilisët, falan, ashtu lafoste. Ere kuj vajta unë tani e vëm pas, javë ka kje. A një javë që ke? Do me thënë hera e parë që shkove. E parë. Do ishte e mirë të gjenja aty. E do bisedonim aty. O, atje pëlqeva unë të tërë Shqiprinë, gezdisëm me dajo. Si i pe njerëzit aty? Shumë mire, shumë. Që po ati njerëzit janë gjanë, Gjanë Shqipit, e zem. gjeta veten, ere fashki, sa mirë kjo soji jo, shikër ki jemi shqiptar, por neve nuk na mbeti në Turkia, ajo doğallık, naturalizm nuk na mbeti. Ju kam betur, pa, që sa mirë flet shqip. Na zemra kam beti ama këtu në Türkiye'de kam kështu eksik. Atje kur vajta u bëra vete. Ishe vete. Gjeta vete. Po e gjete vete. Këtu sikur nuk jam ait këtu. Po. Mutlu saçtı. Mutlu. Me na njerëzit, na adet, nasıl diyeyim? Nga adetet, po, e kuptoj, adetet shqiptare. Unë jam tamamen e gjeta veten ki jam %100 orijinal. Çfarë gatuan te gjyshja dhe gjyshi shqiptare? Shqiptare. Po, gjellë çfarë bënte? Ajo lakror çfarë bënte? Byrek.
baklor, mirë. I gatuan të mirë, ë? Petulla, kumushtore, kështu me kumush me vezë, bente, shingek, kur ben shingek, me vezët kështu. Ato bent beshim. Kulaç. Ishim shumë kënaqër, kur Po. ishim e vogël. Po tani u rritëm, shikoj, I gatuan sot, i gatuan, i bën ato ushqime? Po, dajmë. I ke bërë, i ke mësuar? E jap laklor shkip. Ha, Nga mamaja. nga mamaja të ka mësuar, Mamaja e e? ka mësuar në vjerat tërë. Vjera shqiptare? Vjera, vjeri. 35 vjet e pa i shikova unë në Vjernë e Vjernë. Po. 35 pasi. Qarë mësove ti nga ata të vjetrit? Mësove ti? mësove. Po ju sa vjet kini këtu? Kush ardhi këtu jeni me atë? Edhe ju lindët këtu në Stamboll, E ë? Istanbul. Istanbul. I di ato traditat, ato të gatimit të gjitha, I di. ato vazhdoni me ato? E vazhdoj. Vazhdojmë. Na Vjera u mësova, edhe Shqipen pakën ajo e mësova. Edhe kur na vjen të qelim kështu misafiret, Po? edhe kur hanë, sa mirë kjo shebet. Kjo lloj gatimi, ushqimi shumë, Shkujnë. po, Ashtu. ati çfarë të pëlqevi? Besoj se engre atje në kolonjë, vajtën kolonjë? Vajtën. Aty gatuajnë mirë, ka disa vende të mira. Resort me zinit. Laklor me spanake, shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Si thua, do vesh prap? Dua të ete tani. E pashja. E pesha, e petani. Mo ki gjaku kështu. Më të troqi gjaku. Sikur ishe në endër kështu, sikur ishe ashtu, ani, vërtet me ashtu endër me ashtu. Po. Ashtu mu erdi mua. Ere tër gyshi, shumë e dash. Ishin të dashur, po. E donte. E dojnë shumë, të deshe shumë. Ere shumë buri mirë ishte gyshi, ishte kështu, si ishte si Turqelit. Babacan. Kështu ishte jani. Bura trima, që kanë qenë atë ko. Ashtu ishte. Ere të tërë ato të rjetërut kështu filozofës të gyshi. Po, me të mëshilla, po. Bere për të kjara atje. Po, e vërtet. Në ato vite tuaja, kur erdhi babai, ishin të mbledhur shqiptarët këtu? Kishin do një vënd, në një qendër kështu, mblidheshin, ë? Nuk me da sërë shqiptarish. Të gjithë shqiptarët. Shumë shqiptarë. Çfarë benin ata kur mblidheshin? Këngë, valle, tënga. Festonit në një festë, në një festë flamuri, në një festë që kishte Shqipëria? 28 Haziran nëntori, 28 nëntori, 28 nëntori, për shembull, Konsolate. Ismail Qemali që ngriti flamurin. E festonit atë? E festonit. ere, I binit në një vegle apo këndonit? Qarë kishit? Në një këshu, jo? pare, dasmët, të sebebet Të shqiptarëve. i binte kraneti shqiptarët. Kë kishim, rojnë ata muzikantët sot, rojnë? Selim Hafizej Po? Selimi, unë se jo. E ke njohur Hafizes edhe Selimin? Tabi, Shumë mishin. shumë mirë. I ke njohur, ë? Pastaj, Sa ata banonin këtu. Ata ku beshin dasmja, Po, bishin, rishin 2-3 dit atje në neve. një dasmë o borë 3 ditë. kush ishte që ndenjë këtu? Ata sot nuk rojnë, pa diskutim, po. Këtu vdiqën, këtu janë varosur ata. Po kanë familje këtu. Kanë. Njerëz që të tyre. Kanë. Feziu, Fevziu? Fezi Karakushi i binte laute. I binte, po, nuk është... Babai Dako- Rëzai i Po? binte kranetën. Mirë, do të atakojmë atë, po, unë po flasë për Selimin edhe Hafizeu, Hafizeja. unë se di, jo. Ka njerëz këtu Hafizeja dhe Selim? Jo, Nuk u ka, pse nuk kishin fëmijë ata? se s'kishin, jo. S'kishin. S'kishin, Ata, jo. Edi Feziu. ata kanë, e di Fevziu, Fezi a? Edi. Po, ata vdiqin këtu, por nuk u dimë ndonjë kështu. Në Shqipëri vdikin ata. E vdiqin Jo. në Shqipëri, Tu, dike. Peziu. Jo, Fezi diyor. Hafize. Selim'i Hafize'ye kutu. Këtu vdikin ata. Kutu dike. Harove. Vari është Ortaköy është. Tamam. do t'ja bëjmë të qartë të gjithë shqiptarëve, Hafize dhe Selimi janë nga të parët të muzikës
do me thënë të tabanit të muzikës të jugut. Ata ishin Po, të parët që bën edhe incizimet e muzikës popullore që ka qenë një diskografike, do me thënë një qenë diskografike që ka bërë incizimet e para me Afizen dhe me ata këndonin të dy ata, po kështu ka qenë një diskografi e ardhur nga New Yorku dhe për herë të parë që u bën këngët popullore, që ishin ato qeregjia, plakat që beshin atë kohë. Po, këta do ta trajtojmë edhe një herë tjetër. Po, kishit muzikanti që ju i bënit të gjithë. Të tërë dasmë sebebi të ju. Po. Pishën. Të tërë I bënit. I binte Kërranetit, Po. Rëzaj, Karakushis, Po. E ka Babai Fevziut. Fevziut, pastaj Neuruzi. Rojnë këta tash? Jo. Nuk rojnë. Ja, tani- Po, kini muzikantët tash e kini? Jo, Si i bëni pastaj dasmat? sistemi e merr pastaj ka ardhur Dule Malindi. Dule 30 vjet. Ku të Istanbul i binte Po. Kërranetit Dule. Dule Malindi, të Po. tërë dasmë, të sebebi Dule. Dule e ka bërë? E ka. Djalin këtu e ka i mia, se di me. Djalin këtu e ka di me. Djali i Dule Malindit ka di. Po, është aktor. Është aktor. Aktor është. Aktor. Po, është Dule Malindi edhe muzikant, por është edhe këngëtar. E këngëtar, tani këngëtar. Po. Parë Istanbul, Gërnete, E, vite ashtu Gërnetën. në dasmët, Po. gërneta. I binte edhe gërnetet. Tash i këta fëmijët e sotëm, sa fëmijë kini ju? Unë 2 vajza kam. 2 vajza, çfarë moshe kanë? Njëra këtu është ishte lindi. Ja që ka lindur që është e vogël. Unë jam gjyshe. Do t'i je bërgjyshe? Arifshën stërnipër. Inshallah, inshallah. Po, Inshallah. do mundoheni të mësoni shqip apo jo? Ajo që pa mavja I flet. është këtu, të tërën mervesh. I merr vesh. Se edhe unë u martova me shqiptarën. Edhe ju Tabi, edhe çupat ti me original. shqiptar prej këtu apo shqiptar nga Shqipëria? Jo, shqiptar këtu, Këtu, ama Shqipëri. edhe atë burit, gyshja, Të gjithë i kanë ardhur këtu, ha? Edhe të tërë kanë ardhur në Shqipëria këtu. Shumë e vjetër. Edhe kur ishe sefte unë u martuar, na erdhi vjerit Dajo në Shqipëria. Po, Atëre u apën ullët. po, u apë rrugët edhe ardhën. Ama ato kanë rojtur sefte në Tyrki. Nëse neve, jo, kanë ardhur në Shqipëria këtu. Po, Ama ai ky burri ervi, ka rojtur sefte në Tyrkiye këtu. Kishte vendit, kështu në Beyoğlu falan vendit. po. Taksimit. Po. Atje. Ha? Me vjerin si kaloj ti? E mirë. E mirë, flisni të Shqip ju? Unë gjysmë Kur erdhe nuse ato gatimet ti kishe mësuar nga mamaja, po erdhe i mësove në buri këtu? mamaja edhe mama. nga vjera. Edhe nga vjera? Ama mu shumë nga vjera. Të fliste Shqip? Nuk fliste turqisht? Jo. Jo, Edhe nene ime Edhe ju, ha? Shqip. Shqip. Nene ime. Po. Nene, Po, flisnin se ishin pleq ata, ishin më afër të ardhurve, po. Njeri shumë më donë të mua. Edhe unë shumë e donje. Shumë i mirë Nikë ishte. fliqenit. Allah rahmet Atje në Shqipëri, Besës e kishte vënë emrin mamasë, dashuri. Dashuri. Edhe unë të Emrin shumë tim. mami. Po, Prandaj e kishte vënë Besës, dashuri emrin. dashuri. Vajtim e pama ato djalë xhaxhallarë, kam atje në Shqipëri. S'kishin erdhur ndonjëherë këto viteve që u apën? Ervën Po, neve, Po. në neve sefte vajtëm. Vajtet sefte. Në Shqipëria Durrës. Durrës rojnë. Jetojnë në Durrës tash, po. Xhaxhallarë, dy djalë. 2 Kanë djema. fëmijë, Po. martë, gruat, E, tash i do shko shpesh. Po tani më do zemra. Tash u hap rruga. Tani u hap rruga. U hap rruga. Tani pasaporti i Shqipërisë. Do pasaportën Shqipërisë. Shumë dua. Shumë e thjesht. Shko në ambasadën shqiptare, do t'ju kërkosh atyre dhe ata do të ndihmojnë jashtëzakonisht. Po shikysh, inshallah. Edhe ju do bëni një proces atje, do ta ndiqni dhe do t'i nxirrni të gjithë dokumentacionin dhe do bëheni shqiptar se jeni shqiptar. Djali xhaxhajt më tha mua ki ato shumë e vetërja në arshiv. Po. Kanë djeg, ato arkive. janë djegur atje.
Kanë një proces ato, kanë një procedurë, kështu që ju nuk do ta keni vështirë. Po inshallah. Duam vëlla im, era unë shumë dua. Pasaportë. Pse jo? Ju jeni shqiptar, kështu që Po të shqiptar shkoni. jemi ne. Jemi shqiptar. Po Kështu shqiptar jemi. Ambasada shqiptare. Kemi lindur këtu, shtëpej. Jo, nuk jeni pa fat, por gjithë shqiptarët ja dhe sot që jemi, domethënë, mbas komunizmit, në 30 vjet janë larguar shumë shqiptar. Edhe, ashtu. Ne në Amerikë kemi shumë tani shqiptar. Pa fund na vin vit për vit. Sa mire. Mirësh. Sa mire. Po e lam Shqipërinë bosh. Ama shumë bukur. Ja do vem ne, kështu do bashkohemi të gjithë. Këto plak kemi, të tërë shqiptarët atje. Thua të shkosh në Shqipëri, të jetosh në Shqipëri? O, atje të plakem dua. Tani kam fëmijën, ashtu, ama, ere ato të rregullonin pak, ere qupa vogla të bëja një fëmijë që të rritet, dua. Unë Pse jo? Atje të vdes më mirë. Aj të best. Atje të plake. Pse jo. Jo, mirë është. Mirë shumë. Ju s'keni shkuar ndonjë në Shqipëri apo jo? Unë jo. Jo, Marta. Do ka vajtë. Ka shkuar bashkë. Maja tok vajtë. Pse se more? Nuk e stot. Nuk des makinë. Makina. Hajte të marrun tani. E po duash të sill prap këtu. Faleminderit. Nuk e që do të aq. Kishe shumë qef të vije. Qok, shumë. Më përpara, sa neve ishim kështu një vend, obori, Medani. atje shtëpia jonë, shtëpia dajolarët. Ishe e tamam si Shqipëria. Kishim frikë, gyshja kishte frikë, kur daltëm neve jashtë kështu, uritëm një qëks kështu, ponte mos dalin jashtë, ishte frikë. Pse mos marim neve një Turqeli? Burëm, ja ka një zonjë, ishte frikë. Ju ruani mos martoheshit me turq. Jo, nuk donte. Po mirë, ju ishit mësuar me shqiptar, kuj do t'ju vinte syri në turq. I shikoni çupat e bukura, e thoshin, "Turi, mos lëvisja." Pastaj na martuan, zaten e vogël. O, 18 vjet më martua. Sa vjet u martove? Po shumë nxitove. Po. Apo të nxituan këta? Neve. Mos na marrin një tyrk neve. Ja, po mire ka pasur. Gyshja fonte ki, ti shikon aty janë Golo. Golo, e di Golo? Golo fonte. Neve kemi Po, 58 vjet kemi martuar. ju keni 58. 58. Do me thënë është djali i madhi, E. pastaj vini ju. E dyta vjen vajza tjetër e vogël, Unë jam 55 vjet. E martove shpejt se mos... Ja kishe frikë mos merte turkë, deshe shqiptar dhe azjet. Baba gyshja. E gjyshja! Gyshja, ajo! Ma do me ende se me gjyshen ke qëndruar shumë. Me ato u rita unë. Pandaj u mësova gjuhën. Prandaj po bëhesh sot stërgjyshe. Po Ajo mirë, pra. ishte shumë diktatore. E fort ishte. Kishim frikë të tërë. Të merte me vete të mësonje të gatuanje, të i bënje punë të mirë. Se do vinje në buri, s'di një azje pasaj. Se është turp, kjo çupa Nuk di azje. Po nga vjeri qarë mësove, ti apo i dije të tëra nga gjyshja nga nena. Ajo, e piperkat bile nanja i lante. Nanja kështu. Tante turshi. E bënte turshi. I benit ju ato, si që benin atere, ato zearetë. Turshi, piperka, armetë, edhe tranin e benit. Akoma ben. Kush të pëlqente më shumë aty që gatuan të gjyshja? Tran shumë. Tran të thartë. Ere turshit. Edhe e vogël ishe, unë kështu e fërkonja atë. Si që benin ato. Mësonte ajo. Ere mamaja. Po tani, bëm veta po vinë nga mamaja, hajde ta bëjmë. Vini të dyja, tashi në bear. Tashi. I apni aty me qarqaf. Me qarqaf të bardhë, kështu e fajmë, pastaj panika makine. Ur me makine, jo kështu. Do t'ju amësosh këtyre të vegjil vete? E ajo që pa mu... Apo do vinë nenas, si që bëre ti me gjyshen? Më thot mua ki që pa, kur ishe më ere,
Mësoje atë të ranën se na të na lipset neve. Se të bëjmë fëmijë, ta në fëmija. Ajo që bëjmë. Po nga ato petkat, benit nga ato petkat? Petkat. Po, që hapen ato petët e mëdhaja dhe ben të vogla ato dhe janë fëmijët shumë ato. Ben me pak gjallpë, si punë e makaronave ben ato. Po meren, hapet peta, thajnë atje dhe i bëgë sopa. Këtu në Turqie e rishtefe fonë atje. Në Turqie, po në Shqip nuk e di çfarë fonë emrin. Po. Kush të pëlqente ajo që bënte nena më shumë? Nga ushqimet, nga gatimet. Në gatimet, laklo, edhe këmushtu. Edhe qumshtor. Ato të pëlqenin ty, I bën ti sot ato? Supet, edhe supet, shkembe, Kjo. paçë. Do me thënë nga nena ke marrë më shumë apo nga mamaja? Mama era, kur ishe e vogël e shikonje mamanë. Shumë shikonje se gjyshja ishte shumë diktator. Ajo fonte, mamaja bente. Ja të kur bente gjisindi, nuse, këtë më sirë. Ajo trazonte Ajo aqe. trazonte. Ashtu ishte, zizonje. Do me thënë vetëm sa irte kripën, sa irte bipteru. Ustaj. E po ja kanë mësuar sot. Sot janë. Ja. Ashtu pastaj u martova na era na vjera. Vjera shumë mirë bente. Era ajo të Shqipërisë. Pe nga ishte vjera? Edhe ajo kolonjare? Kolonjare, Laleshja. Në Leshja. Laleshja. Nga Leshja e kolonjës. Po të gjithë këshu me kolonjarin I martuar? Me qeni kolonjar nga kolonja? Vetëm kolonja? Kolonja. Do me thënë kishin frikën për turq, tash I kishin frikën e mos menit nga Tirana për shembull. Vetëm gjyshin e kishim neve Korçar. Që gjyshja në kolonja, mamaja, shtedajo, gjyshet. Po. Të tërë në kolonja. Babi, mama në kolonja. Neve u rritim pas kolonjarit. Po. Në Korça nuk u njëm, ama vetëm gjyshin e kisha në Korça. Shumë mirë. Do më flasësh pak për të ndjerën gruan që kishe. Nga ishte? Në kolonja. Orgjeri përmet. Nga përmeti ishte, E koptë gjenetit. Sa ko ka që ka vdekur? Nëse kyshme vjetë parë. 6. Ashtu, ha? Shumë e mirë ishte, shumë, aqe mira ishte. Sa fëmi kini? 2 fëmijë e Dy kam. fëmijë. Një vajza, një djali. Janë të mërejnë, të martuar. Martuar janë. Aha. 3 imbesa, një e kam. I ke 3 mbesa, Tri- Kush I ka ata 3? I ka I madhi? Apo më I vogël? Djali, Sa ka djali? 2 imbesa e ka. Vajza, një djali, një... Ashtu, ha? Flasin shqip, I mësoni shqip, apo? Si, janë martuar me shqiptare dhe ata? Jo, Turqelit. këndojnë. Janë mëso me turqelit? Turqelit. Ere, nuse e djalit, Ha. është Romania. Romania. Nuse djalit. Nga Rumania? Romania. Eshte Po. mirë, eshte nuse e E mirë. mirë, do mësoni tradita tuaja. Tani, Tani, Tash I fëmijët, t'jenë mirë. shëndet. T'jenë mirë, tash I gjithë njerëzit një lloj jemi. Shëndet. Nuk mjafton t'jemi mirë. Era unë vendin I vogël, ja është Turqeli. I marrja është në Bosna. Nga Bosnja. Në Bosna, ama era ju ka Edhe këta të Bosnjë me neja, shqiptar. Ha. Në Bosna, në Karadağ, në Montenegro tani e ka endin Montenegro, Karadağ. Kanë ardhur, era ato gjyshet kanë ardhur, jati këtu. Jati me Turqeli ka është martuar, janë ngatruar. E po tash I po jetove në një vend, Nuk janë në sineve. nuk janë si neve. Pse? Se I kanë I truar. shqiptarën, I shqiptarën, një eshte I shqiptarën. Pse nuk janë si ne, qarë kanë? E janë gatruar me Turqelitë martuar. Kini qenë fat, ta kanë futur atë, edhe pse ta kishin frikën për të martuan shpejt, po edhe ti ashtu po bën. Të kanë edukuar mirë. Shumë jam ashtu e kënaqur. Deshe ti që fëmijët të martohesh me Turqeli, me vendet e tjera? Pastaj mua më ndroi mendja. Ha, të ndrojmë. Ajke më ndroi mendja, ashtu të jetë njeri I mirë. I mirë. Të shkojnë mirë. Atë shkojnë mirë. Janë të shkolluar, të reguluar. Tani ki Turqeli vendrën, më mirë e kam në Boshnak. Ha. Më e saj disur. Më im
Sefte u prisha unë. Ha. Ato të bejmë do të neve me këto fo. Ama tani shumë mirë. U mësua tash, je? Ere vendri vajti në Tiranë. Ha, vajti në Tiranë? Qupëni, Ha. vajti. Po, ti nuk, pse nuk u vajti e kjerë më këtë ditë? Të shikoj ki, ku nuk ka arvur soji tende. Ere vajti në gezdisin. Ere erdi mua, mama, unë jam 50 shqiptar. Pse fash unë? E na grua. Shumë e ka pëlqyer. E pëlqevi Tiranën aje, pëlqevi? Shumë. I kishte vënë në social media. Ja, gruas fshati. Era unë këtu, në Erzincan. Në Turqia. Kishte vënë shaka. Po. Shumë e kishte pëlqyer. Shumë e kishte pëlqyer. Ai kishte një njeri mirë. Ashtu me mentalitet urita unë. Gjyshja fonte ki, ashtë i zonjë mirë Turqeli. Që fonte gjyshja? Po sa e mira je ti, gjysë më Turqe. Po gjuna ki je beri Turk. Pse je shqiptar? Gjuna është ki je beri Turk. Gjuna pse je bërë turk? Shumë e mirë i zonjë jema. Gjuna, pse e Turk? Shqiptar, si shqiptar ti jeti di fonte. Ashtu me mentalitet u rritëm neve. Pastaj o api mo ere Turkët kanë njerës të mirë. Kanë edhe njerës të mirë. Kanë. Do me them, mos kemi frikë, po na marrën fëmijët neve. Jo. Ha. Jo. Mirë janë, mirë. Tani ishte ndryshua, qartë tjetë njerit. Tjetë njeri i mirë. Qarë punë ke bërë ju Kadri? Unë punoj me ushtarat, spitali ushtarat. Ushtarak? Ushtarakët, Po? 25 vjetë. Po? Të tërë doktorit, mëshire të rekin të 50 personalit, muaj, unë jep të lekën. A, ju ndaj ishe logaritarë? Lokalitar. Aty dole pension? 21 vjetë jam pension. 21 vjetë? Ke 21 vjetë në pension? Po ti je djaliri akoma. Po ju, qa pun kini bere? Unë i beje pazarcılık. Në pazar? Pazar. Baqeva. Baqeva. Shite domate, të gjerë. Lakë, Ke pasu dyqan? Jo. Apo vetëm kështu Në pazar. Po, je marrë me tregti? Në pazar. Po, në Një pazar. ditë me shtash, një ditë me shdekjoj, një ditë Po, shkoj një lagje më lagje. Po, tani, në shpi. Tash je plot. Po për pare shqiptarët të tërë në Baqeva. Ka qenë Ka tregtar. marrë, ja, të tërë, më shumë Baqeva. Më shumë tregtar. Më ka shumë. qenë. Të nderuar miq, atëre unë ju falenderoj. Ju falenderoj shumë. Më vjen mirë që jeni kaq mirë dhe kjo më bën që unë të jem përsëri me ju këtu. Të vi përsëri tek ju. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit e ju.
Atëherë, të nderuar miq, ne kemi filluar po qeshim se janë ato lapsuse. Kështu që miq të dashur, ashtu sikurse ju po e ndiqni të gjithë këtu udhëtimin ton, kemi thënë që edhe do të bëjmë pak pushime, por do të qëndrojmë edhe afër, kudo që kemi shkuar e kemi ndjerë veten aq ngrohtë, aq mirë, edhe pse ndodhemi në Stamboll midis atyre shqiptarëve të hershëm. Por kemi dhe këta shqiptare që na kanë ardhur jo shumë larg, kemi Avdiun edhe Ariolin, kështu përshëndetje njerë, kënaqësi dhe unë dua t'ju falenderoj që në fillim, njerë që keni qenë afër me ne, na i keni bërë të lehtë, na keni bërë që të ndihemi aq ngrohtë, si në shtëpinë tonë. Faleminderit juve. Ne po ndjekim domethënë kemi një rrugëtim të na duket edhe gjatë edhe shkurt, domethënë edhe jemi pak të përqendruar me ata shqiptar të hershëm, se aty na kanë filluar 1800, e dim, 500 vjet kanë qenë këta miq të ta këtu, që ne na kanë bërë domethënë që një pjesë e mirë e shqiptarëve të jenë akoma këtu në Stamboll edhe në vende të ndryshme të Turqisë. Ariol, sa vite u bën këtu? Po jemi gati 10 vjet tani këtu. 10 vjet? Po. Edhe ju Albi? Për mua 8 vjet. 8 vjet. Njiheshit më përpara në Shqipëri? Jo, nuk njiheshim më përpara, pasi erdhëm këtu, kishim një të njohur tjetër të përbashkët edhe ashtu u njohëm bashkë. U njoh, do më thënë... Shqiptari mas shqiptari. Mbas shqiptari erdhët edhe jeni pozicionuar tash i miqësinë shoqërinë. Po kur erdhët këtu, erdhët me, do më thënë, me një mendim që do vend të punojmë, ose do vend, kush ishte ajo që ju bëri të iknin nga Shqipëria dhe të vini të zgjidhni Stambollin. Pikërisht Stambollin. E shqiptarëve të hershëm, mos flasim pasaj histori. Pyetje shumë e bukur. Kam marrë për të parë në Turqi në vitin 2015, 2016. Kam marrë me një grup muzikantësh. Nuk e qenë përpara? Jo, ajo ishte hera e parë? Ajo ishte hera e parë e cila kam marrë për një kohë të shkurtër, një javë. Dhe sepse kam pas shumë qef muzikën dhe kërcimet. Ju jeni nga? Unë jam nga Prenjasi. Prenjasi? Nga Prenjasi Librazhi. Po, aty, afër Korçës. Kam marrë me këtë grupin të cilët bëjnë koncerte jashtë në qytete, dhe unë kam qenë i përfshirë me këtë duke bërë kërcime dhe drama, dhe kjo ishte herë e parë që unë kam ardhur në Turqi, por pastaj Zoti vendosi në zemër dhe unë jam shkëputur nga Shqipëria në vitin 2017 dhe kam ardhur për kohë të plot. Ke ardhur kohë të plot. Dhe kush ishte ajo që të bëri që erdhe? Dhe këtu kur erdha, pastaj njoha dhe bashkëshorten time. Bashkëshortja... Unë mësova që e ketua. Amerikane në Stamboll. Në Stambolli na ka lidhur bashk, ajo është nga Amerika, dhe unë nga Shqipëria. Me që ne jemi nga Amerika, nga e ke? Dhe ajo ka lindur në Chicago. Chicago. Dhe ajo ka ardhur si mësuese, jemi njohur këtu, dhe bashk Zoti na ka vendosur në zemër për të jetuar në këtë qytet. Nuk e dim kohën se sa, por deri tani u bën kaluan 8 vjet dhe jemi akoma në këtu. Na pëlqen vendi. Është një vend bukur, i rahatshëm. Edhe kemi dhe një djalë 4 vjeç. Tyroj. Faleminderit. Njohe shqiptar të vjetër këtu, do me thënë, more kontakt me ata, kishe ndonjë njohje apo jo? Apo me ditë, me kohë? Koha vetë pastaj të ka bërë që të kam njohur shqiptar, por për shkak se kam pas shumë dëshirë dhe këtë kërcime, dhe në fillim fare kur kam ardhur, kam organizuar një mbrëmje shqiptare. Ideja për t'i mbledhur shqiptarët bashkë. Për t'i mbledhur. Mbledheshin shqiptarët kur erdhët ju? Ishte pak e vështirë. E vështirë. Por kam patur rreth 50 veta në atë mbrëmje, kur unë bërë... Ishin shqiptar të ardhur të fundit mbas 9 vjetës? Ishin shqiptar të vjetër. Apo të vjetër, Të vjetër. Edhe, po kishja edhe disa miq të rinj. Ideja e për ta bërë një si tip kulturë të përbashkët, një mbrëmje shqiptare turke. Si e pritën ata të vjetër? Ata u gëzuan shumë dhe donin... Gjetëm sollën të re? Donin gjithmonë këtë organizim, këto gjëra, por... Pashka më pas mojë rrjell diçka tjetër dhe humbi kjo mbledhja së bashku. Nuk mblidhen me tani? Është një që quhet një vatra shqiptare. Po.
Vite më parë kjo vatra ka pas më shumë takime sociale të mbledhur bashkë, po kohët e fundit Nuk e ka të funksion. Mos ndoshta dhe ata janë vjetëruar ata drejtuesit apo. Për shumë kohë, por mungon kjo pjesa për së mbledhurit shqiptar. Mungon. Edhe për ju Ariola? Si ishte ardhja juaj? Ishte kështu si emigrant apo kishte ndonjë funksion tjetër? Neve, ashtu siç Avdiu tha, unë kisha ardhur si turist më përpara këtu, më kishte pëlqyer shumë, më pëlqeu shumë Turqia, ishte shumë bukur. Para saj kisha emigruar në shumë shtete të Europës, kisha qenë edhe në Amerikë. Në Shqipëri për nga vini? Jam nga Gramshi. Je nga Gramshi? Më thatë që ju banon në Tiranë, apo? Pastaj, lindur e rritur në Gramsh, pastaj kam banuar në Tiranë për 15 vite. Atu jam njohur me nusën time që është nga Lushti. Erdhe i martuar që ande? Po, kam ardhur i martuar. Ky vrapovi e gjeti këtu, më tha se... Jo, unë mora 100% shqiptare. More 100%. 100% shqiptare. Po jo, po të kishte penguar ndonjë si këtë? Edhe jo i doli, jo? Jo. Unë e desha 100% shqiptare. E deshe shqiptare. Po. E kishe nga babaja, pa kishe vetë këtë. Se ka qenë dhe kjo, dhe nga thonë babaj dua kështu. Edhe babaj ka një ndikim në këtë pjesë. Po, ka një ndikim në këtë pjesë. Por gjithashtu e kisha edhe vetë. Unë nga natyra jam vetë patriot. Ashtu kam edhe djalin. Djali është 13 vjeç tani. Ka ardhur 3 vjeç këtu. Edhe sa po filloj të mësonte shqip, ai filloi direkt të mësonte turqisht. Mirë, po edhe pse shqipen e di, ne në shtëpi flasim vetëm shqip. Po. Edhe shqipen e di goxha mirë, edhe turqishtën e di shumë mirë sepse këtu. Sepse shkon në shkollë, po, patjetër. Por është një patriot jashtëzakonshëm. Ja keni ushqyer? Po, ne flasim vetëm shqip, qoftë në telefon, qoftë në lagje, qoftë kudo që jemi bashkë, edhe është një patriot jashtëzakonshëm. Edhe thotë sa po të mbush 18 vjeç, unë do kthehem të jetoj në Shqipëri. E do shumë Shqipërinë. Si për shqiptarët këtu? Pate kontakt me një hershëm me këta shqiptar? Pata kontakt, por ashtu siç edhe Avdiu tha, këtu vumre një gjë që shqiptarët që kishin ardhur shumë kohë më përpara ishin asimiluar dhe Po shqipen e kishin, se unë po rastis po shqipen e flasin një pjesë, po fëmijët e tyre e kanë pak. E kanë pak. E kanë të rënduar, pa diskutim. Të cunguar. Kanë vite, 1800, 1900. Por gjen akoma persona të moshës 60 vjeçë sipër që flasin goxha mirë. Domethënë, le të themi 60-70% shqipen. Gjeta aktivitet midis tyre? Jo shumë, me thënë të drejtë. Po ja këtë, për shembull, festën e flamurit e kishin? Po, festa e flamurit një. Festat e vitit të ri, festat të përbashkëta me njëjë për shembull nëpër dasma, kur e ftoj njëri tjetrin, i ruajnë shumë lidhjet me njëri tjetrin, edhe ftoj njëri tjetrin dhe aty e kthejnë edhe si në aktivitet kulturor. Aty njihemi me njëri tjetrin. Aty janë bërë dhe martesa, si kudo. Në Amerikë është shumë e njëjta gjë funksionon edhe këtu. Në të njëjtën formë ne ruajmë njëri tjetrin, gjejmë kontaktet me njëri tjetrin, edhe... Jeni aktiv me njëri tjetrin, takojni, miqësish. Po, takojmi. Kemi krushqi brenda? Kemi? Po, ka shumë. Martojnë, e? Po, ka shumë krushqi. Po. Ka. Apo ju mungon këtu, sepse është edhe ajo, ana sociale, ana lëvizse se puna, për shembull në Amerikë kemi shumë të domosdoshme këtë pjesë, se na mungon, e kanë të vështirë vajzat e djemtë të gjenë njëri tjetrin. Jo, me sa kemi vënë këtu shqiptarët, gjëja që kërkojnë në fillim është një nuse shqiptare, ose një burr shqiptar për çupën time. Po mirë, jepet mundësia ta shoh, të prezantohet të njëjtë. Edhe kërkesa e parë është për një shqiptar. Nëse ndodh diçka që nuk mund të bëhet, ndodh që martohen me turq, por kërkesa e parë, qëllimi i parë është për një shqiptar. Për një shqiptar. Po. Janë shumë të fiksuar që duan të ruajnë kulturën e tyre, traditën e tyre dhe duan që të martohen me shqiptar. Tash shoqata shqiptare është kësaj natyre mbledhje, siç unë po shoh kudo që kanë ngritur nga një shoqat, nga një organizat, nga një ka këtu apo ka disa aktivitete të vogla, cilët vatra shqiptare i bëjnë, por dhe disa organizata të tjera të Ballkanit, si Kosova, Shqipëri, dhe aty bëjnë dhe mësojnë dhe gjuhën shqipe që mos e harrojnë. Ka shkollë. Ka disa aktivitete. Ka shkollë, për shembull, ose në një klasë që mund të flasin shqip me fëmijët, ose të mësojnë diçka. Ka disa klasa që ju jepet mundësia që kushdo që të mos e humbi gjuhën shqiptare për ta vazhduar. Janë shqiptar të hershëm ose fëmijët
që kanë lindur këtu, që janë breza, 3-4 breza, kanë dëshirë të vend të mësojnë Shqipen. Ky brez i fundit më tha dikush, me avokatin që na prezentove, që ishe edhe pjesë e shoqatës, ai tha, kam frikë me brezin që po vjen. Po ka një, më falë nëse të ndërpres, mësimi gjuhës shqipe këtu ka vazhduar të ruhet si traditë në për familje, duke folur familjet vetëm shqip. Pastaj tek këtu ka filluar disa shoqata që t'japin mësime shqip, por kjo nuk ka qenë e mjaftueshme, me thënë të drejtën. Mësimi gjuhës shqipe në për shkolla deri para disa vitesh nuk ka qenë i lëndë në mësim në shkolla e lejuar, por i je i lejuar të mësosh shqip gjithandej në për qendrat e tua. Ndërsa nuk ka problem. Që ti mund të mblidhesh në një ambient si kjo për shkak të mësosh. Ka 3 vite, 4 vitet e fundit që gjuha shqipe ka hyrë në strukturat arsimore si lëndë me zgjedhje. Në universitet gjithkush apo edhe në gjimnazë, gjithkush mund të kërkojë të zgjedhë të mësoj, siç mësojnë për shembull gjuhën anglisht, gjermanisht, është edhe shqipja. Ka hyrë edhe shqipja. Po. Bravo. Gjë e mirë kjo. Edhe ka shumë shqiptar dhe jo shqiptar. Nga historia ne dim na luftoni për këtë të shkretë. Jo. Shteti është treguar shumë i mirë, shumë dorë lëshuar, ka futur gjuhën shqipe në kurrikul. Ja një gjë e mirë. Po. Më vjen mirë kjo gjë. Po, edhe ka shumë njerëz që e zgjedhin, sidomos pjesa që është më afër me Greqinë, që pjesja e Trakjes që quajnë këta Edirne, edhe tjera me radhë, atje ka një kërkesë të madhe të gjuhës shqipe. Shkojnë. Po, ka shumë të rinj që zgjedhin gjuhën shqipe në universitete. Bravo. Po. Kënaqësi kjo. Ja një befasi jam takuar me njerëz, por unë di vetëm një gjë, nuk e di. Ndoshta mungon pak ajo mbledhja e të qenurit në një shoqat, në një organizat që të ketë një punë më të vlefshme. Për shembull, ajo nuk e kishte idenë, tha ne përpiqemi online të ja mësojmë fëmijëve, tha. Ja, nuk e di të kërkaj ajo një diçka këtill. Domethënë, duhet një diçka. Patjetër, duhet më shumë të reklamosh. Po pra, duhet t'ju atëshojmë në vesh. Duhet t'ju atëshojmë në vesh që ekziston një edhe shteti pas ka ndërmarrë një nismë të këtillë. Gjë e mirë kjo. Po, patjetër. Shumë gjë e mirë kjo. Patjetër, gjithë shqiptarët e pritën me entuziazëm të madh, edhe mirë, po ka edhe diçka, sepse me gjenerimin e brezave, me gjeneratat e reja që po vijnë, me të rinj që janë tani, po shikojnë më shumë që t'jenë sa më shumë global, duke mësuar thjesht një anglishte dhe me një anglishte ai mjaftohet me çdo gjë, dhe në lidhje me shqipen fatkeqësisht nuk shohim ndonjë interes shumë të madh. Duke u kushtuar këtyre zgjendet koha për të qenë pjesë. Ndoshta është kjo, por nuk shohim ndonjë interes shumë të madh. Për shembull, ndoshta edhe ne nuk ja shpijemi deri aty që ai të ngrohet, të vinë në ambientet të kënaqë, një mbrëmje që të bëhet sa më i afërt. Ndoshta është edhe kjo, dhe kjo intervistë ndoshta do shërbej si një informacion për ata që na shohin në diasporë, që të dinë që në Turqi është e lirshme dhe është e lejueshme. Kjo është vetëm gjuha shqipe vetëm në universitet apo edhe në këto 8 vjeçare, siç i quajnë? Jo, në 8 vjeçare jo. Jo në 8 vjeçare. Po pse kjo është më e rëndësishme kjo në 8 vjeçare, se fëmijët janë ata që e përthithin me një herë edhe vazhdojnë. Nuk është bërë kjo gjë? Nuk ka një bashkëpunim të këtij? Përqindja është shumë e vogël ndoshta për fëmia është ndryshe, për shembull kur ti e merr për dorë e çon atje, ai e ka dhe më të shpejt për ta mësuar. Po është edhe në bazë të kërkesës, në lagje ku ka shumë shqiptar. S'do ketë shumë. Dhe ata kërkojnë që të ketë edhe një mësues. Kur mund të jenë vetëm thjesht 2 ose 1 ose hiç. Besoj se e kupton edhe dinë që shqiptarëve në Turqi i thrasin Arnavut. Po. Dhe ka disa zona lagje që quhet Arnavut Koj. Është fshati i shqiptarëve. Zona e shqiptarëve. Zona e shqiptarëve të ardhur. Mësues të gjuhës shqipe, atëherë u jepet. Por në lagjet për shembull ku ne jetojmë nuk ka shumë shqiptar, edhe nuk është e nevojshme që të hapësh një klasë, të hapi. Po kur s'ka? Prej kohësh. Dhe kjo është një ku njerëzit janë shumë të mbledhur në një zonë. Po duke qenë të mbledhur, mendoj se një komunitet i mbledhur duhet të ketë një funksion më të mirë, domethënë një shoqat, një organizatë ose diçka, nuk e di. Ambasada, konsulatat,
organizatat kanë atë efektin e vet për të bashkëpunimit. E kanë. Por ne shikojmë si mungesë në këtë gjë dhe ndoshta vlen për të dëshiruar atë që po përpiqet të thotë shoku im është që vlen për të dëshiruar fakti që nuk ndihet mjaftueshëm mbështetja nga ana e qeverisë për shembull, ashtu siç përmendi pak më përpara për shoqërinë Vatra që pati mungesë në mbajtjen e qerasë së godinës, edhe qeveritë shqiptare bashkë me të Kosovës nuk pati mbështetjen, nuk gëzoi mbështetjen e duhur që të mund të mbajë ajo dhe ajo fatkeqësisht është mbyllur tani ajo shoqata dhe po vazhdojmë me mënyra të tjera për të mbledhur. Unë mendoj që edhe shteti dhe qeveria duhet të mbështesi pak diasporën këtu në Turqi, meqense jemi në Turqi edhe flasim për neve. Flasim për shumë shtete, që ka organizata të njëjtat probleme mund të jenë, po unë mendoj se mund të jetë edhe një lloj zgjidhje, është ajo kuota, antarësimi, diçka e këtillë që të bëhet e mundshme qeraja një ambienti, ndoshta aktivitetet e mëdha, ndoshta ngritja një klubi ose diçka që shqiptarët jenë gjithmonë të mbledhur. Edhe ata pensionistët, pa ajo kafe vjen pijet aty, pa ajo është në ndihmë të kësaj godine, është në ndihmë të funksionit të gjithë kësaj, ose ajo mbrëmja që bën të gjithë këta shqiptarë që t'i vënë një çmim që padyshim ka fitimin e saj, por është në ndihmë të kësaj. Edhe pak o gjë ndoshta Shqipëria, se ndoshta janë edhe hallet më të mëdha në Shqipëri. Po. Se tash edhe të ta falin një shtëpi, të don kohën dhe lekun, të fillosh ta veshësh. Nuk bën gjithçka tak, janë shumë gjëra që nuk u kam fare se unë nuk e di çfarë bëhet në Shqipëri, po mendoj se në këto shoqata, në këto duhet të ketë një lloj mendimi siç mendon ti se bën një lloj tregtie që mendon se si do ta bëj unë këtë para ta fitoj. Edhe kjo do jetë një gjë e mirë. Se duke ardhur shqiptarët në këtë mbrëmje do marrë një bilet. Është përgjegjësia e organizatorit ose pikërisht, një shoqat, një organizat. Për mbajtjen e kësaj organizate duhet ka disa faktorë. Janë disa faktorë. Ndoshta është qetësia, familja, puna ndaj këtë dhe pastaj dikush te biznesi, te puna, familja dhe shkalojnë. Çfarë vështirësi e kanë një shqiptar që vjen në ditët e sotme për shembull, ose që ka ardhur 5 vjet e fundit, dokumentacioni në lidhje me kanë të kësaj natyre apo? Barë arsyeja kush vjen për një arsye hapjen e një biznesi këtu ose vjen për arsye që thjesht për të punuar si punonjës dhe leja e qëndrimit ndoshta do të jetë një nga faktorët që për shqiptarët. Por nuk ka probleme në lëvizim lirshëm midis njëri tjetrit, domethënë dy vende janë Merrni nga invizë për shembull që edhe për 3 muaj, domethënë 90 ditë ti lejohesh të rish pa vizë, edhe neve këtu si shqiptarë dhe shqiptarët në Turqi. Domethënë ka një marrëveshje të tillë midis vendeve. Pastaj mbas 90 ditësh ka lehtësim domethënë. Po, mbas 90 ditësh ti duhet marrësh një lejë qëndrimi, siç ekziston në çdo vend, domethënë. Por janë shumë mikpritës në lidhje me shqiptarët, na duan, nuk kemi hasur probleme deri tani. Un kam 10 vjet këtu dhe nuk kam hasur asnjë problem në rinovimin e lejës së qëndrimit. Dokumentacionit, po. Jo. Jemi dy popull miq tashmë. Bile këta na quajnë vëllezër ne. Ardeshli. Këta na quajnë vëllezër ne. Jemi, erdhën si erdhin na bën vëllezër. Po. Edhe ka një mendim ndryshe kur thua që jam shqiptar, po un kam komshiun shqiptar thot, edhe janë shumë të mirë. Tjetri thot, po jo, e shikoj që kur takojnë nga jeni na pyesi ju themi nga Shqipëria. E shikoj që e mirëpresin, kanë në gjurmë. Por mikpritja ekziston. Po kemi një lidhje të hershme ne me këtu, sepse në perandorinë osmane ka qenë ndoshta në mos gaboj me numrat, por rreth mbi 20 e ca ministra në kabinetet e perandorisë osmane ka pasur gjithmonë ministra në drejtim. Dhe gjithmonë shqiptarët janë të mirënjohur sepse ne kemi qeverisur bashkë thonë. Perandorinë osmane ne kemi qeverisur bashkë thonë. Kemal Atatürk. Edhe më vonë pasaj me Kemal Atatürkun me një prejardhje shqiptare. Gjithashtu klubi i parë i futbollit në Turqi është i hapur nga një shqiptar. Klubi i Galatasarayt është i hapur nga djali i Sami Frashërit. Djali Sami Frashëri vet është poeti që ka shtypur librin e parë turk në gjuhën turke.
Edhe këtu gjithashtu është një poet ndërkombëtar. Njihet domethënë. Po. Edhe në këto të shkollës. Nëse futesh në Wikipedia dhe shikon është Sami Frashëri, këta e njohin me emrin Shemseddin Frashëri, ka shtypur librin e parë në gjuhën turke që është shtypur në turqisht. Dhe është nga një shqiptar, nga është Sami Frashëri. Ndërkohë ishte edhe ministër në atë kohë dhe djali i këtij Ali Sami Yen themeloi klubin e parë në Turqi, Galatasaray, që është dhe sot me të njëjtin emër. Vazhdon edhe sot me të njëjtin emër. Edhe shqiptarët kanë një ndikim të jashtëzakonshëm. Edhe kemi jetuar bashkë sot, kemi qeverisur bashkë, edhe neve na duan shumë. Sepse ndihet prania e shqiptarëve gjithandaj. Ndihet në familje, ndihet në rrugë, ndihet në shkollë. Një nga mësuesit tanë tha njëri është shqiptar. Në lagjen time un kam 2-3 shqiptar, i kam komshinj edhe ata bëjnë shpesh lakror, edhe na e sjellin neve, edhe ne kënaqemi shumë. E duan shumë byrekun shqiptar. Si është e mundur? Vendi byrekut dhe pëlqen lakrorin ton? Po. Ma do me edhe që kemi pak të trashëguar nga këta. Po. Po prap ne kemi më të mirë. Më të mirë. Si tha, qepe me domate, tha, edhe qumshtori. Po. Lakrori, mëlçia e zezë, mënyra se si e gatuajmë ne, është akoma këtu, thonë do shkojmë të hamë mëlçi shqiptari. Ka restorante shqiptarë, ka kështu këtu? Po. Cila është ajo së fundmi që do të dëshiroje të beshe ose të rregulloheshe këtu për sa i përket komunitetit shqiptar gjithmonë? Por do të ishte shumë mirë nëse do të kishte më shumë aktivitete për shqiptarët. Edhe sepse kur ke aktivitete ti njeh një person tjetër më shumë dhe ndërsa ti e njeh, jeta jote të bën pastaj më ndryshe. Vetvetiu pastaj po. Ky person i njeh atë personin dhe ka më shumë lidhje pastaj. Mund të krijosh marrëdhënie, mund të krijosh miqësira, krushnjë më vonë. Po. Ideja aktivitetet ndikojnë shumë. Nëse më lejoni do të shtoja diçka që mbështet këtë. Është e nevojshme bashkëpunimi me njëri tjetrin që mos të lejojmë humbjen e gjuhës, të kulturës, por fatkeqësisht është edhe faji jonë si shqiptar. Ne jemi shqiptar dhe e kuptojmë njëri tjetrin. Shqiptarët, siç edhe folëm sot në kafe bashk, në atë kohën tonë të lirë, shqiptarët kanë një veti shumë të mirë që përshtaten shumë lehtë, edhe në çdo kulturë që kanë vajtur, e kanë marrë direkt kulturën e amerikanëve ose të italianëve ose të grekëve. Edhe këtu ne kemi marrë direkt kulturën e vendasit dhe kemi jetuar në harmoni me njëri tjetrin. Kjo ka qenë një avantazh shumë i madh. Dhe shqiptarët kanë gjithmonë këtë avantazh. Janë gjithmonë kudo që shkojnë arrin majat sepse përshtaten shumë lehtë. Por kjo shpeshherë shndrohet në disavantazh, sepse kjo na bën të humbasim kulturën tonë, asimilohemi shpejt. Dhe fatkeqësisht këtu, nuk e di se sa dakord do jeni juve, por unë shoh që shqiptarët këtu janë asimiluar kaq shumë, shumica, saqë le të themi atë shprehen, ndoshta pak me gallat, janë bërë më turq se turqit, le të themi. Në kuptimin që kemi filluar të harrojmë pak dhe jemi asimiluar shumë. Dhe kjo është problem, nuk e di se si do të zgjedhim këtë. Është përgjegjësi gjithkujt prej nesh që të dalim nga kjo zona e rehatis edhe të lidhemi më shumë me njëri tjetrin, të krijojmë më shumë aktivitete. Siç edhe thatë pak më përpara, nuk ka nevojë shteti të mbajë një qendër kulturore. Ne mund të mbajmë vetë, duke krijuar një aktivitet, duke bërë një kafe, duke bërë diçka tjetër, sepse kemi mundësi. Por duhet një shkëmbim, nuk e di se si do të funksionojë kjo, se si do të ndodhë kjo. Këtu ka vend. Te kjo pjesë ka vend për ndryshim, them unë. Gjithë shqiptarëve, sidomos në Kanada, në Amerikë, se ne jemi me ata shqiptarë të Kanadasës edhe vetë paketa, vetë televizionet janë atje, por ne emisionin e kemi In Out Albania, atje ku janë shqiptarët, shkojmë ne si që kemi ardhur, por dhe atje ku jemi ne vinë shqiptarët. Dhe ne pa dyshim që këtë po kërkojmë, të jemi afër jush. Problemet tuaja, gjërat e juaja, ndoshta ishim në Shqipëri atëherë dhe ishim më afër dhe dinim shumë gjëra, por nuk është keq të jemi afër akoma dhe me teknologjinë, me gjërat dhe ashtu, dhe ne mësojmë jetën tuaj siç mësoni dhe ju jetën e gjithë shqiptarëve në Amerikë, Kanada, po në Argjentinë, ku di unë, që ndoshta ne do të kemi mundësinë të shkojmë kudo ku janë shqiptarët.
Cila është ajo që do t'ju thoshit, t'ju përcjellni të gjithë shqiptarëve? Mesazhi im për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen do të jetë që të mos harrojnë nga preardhjen, nga kanë ardhur prindrit ose ku kanë lindur vetë, ndoshta, dhe të mos harrojnë gjuhën shqiptare. Dhe ta majnë gusht me kudo ku ata janë, në për punët e tyre dhe për ato shkollat e tyre, të tregojnë vlerat e një shqiptari, atë besnikërinë dhe dashurinë dhe respektin që shqiptarët ka. Ta tregojnë ku ata ndodhen. Siç tha ai, Avokati Ali Emre. e çuditshme. Besa. E si tha, na I shikojnë si, do me thënë, si kokë më vete, si kokë, do me thënë që ngulin këmbë, tha, po kjo nuk është ajo, ne kërkojmë atë sepse jemi të besës, dhe nuk dalim nga fjala e dhënë. Nuk jemi thjesht inatçor, Po, nuk jemi çor që kërkojmë atë që kemi dhënë besën. Dhe kjo është një karakteristikë shumë e veçantë për shqiptarët, sa në asnjë gjuhë tjetër, sidomos në Turqi, për shembull, nuk ka një fjalë për fjalën bes, nuk di si ta përkthesh. Po. Por kjo që I karakterizon shqiptarët, fjala bes është diçka shumë e shenjtë, le të themi, shpinore, që nuk e kanë shumë popull. Nuk e di se sa popull e kanë, por unë nuk kam dëgjuar. Dhe kjo gjë do të shtoja, domethënë çfarë mesazhi kam për gjithë shqiptarët, është që të ruajmë traditat tona, karakteristikat tona, dhe ka një shprehje që themi nuk bëhet gjaku ujë. Mos lejojmë këtë gjë. Le të duam njëri tjetrin, të mbajmë njëri tjetrin, kudo që janë të japim një dorë, ta ngrejmë njëri tjetrin, sepse jemi vëllezër kudo që jemi, në çdo vend të botës. Dhe mos harroni, kudo që jemi shqiptarë. Ky është mesazhi. Lejoni, sepse unë nuk mund të rresh për mbështetjen tuaj, sidomos ti Ariel. Ke qenë që në momentet e para dhe me shumë dëshirë që të dy. Informacionet I kishim marrë që nga ndet që të falenderojmë edhe Mirlindën, se dhe ajo ishte një pjesë e gjithë, do me thënë, konektimit lidhjes që ne po bëjmë këtu në Stamboll dhe po vazhdojmë, kështu që unë dua t'ju falenderoj. Falenderoj dhe ju tashmene jeni miqtë tanë, keni krijuar një vend për ne dhe ne nuk do të rreshim, do mundohemi përsëri të jemi bashkë, por të shpresojmë që të gjejmë diçka ndryshe, edhe më mirë, gjërat kanë filluar të ecin, sa asnjëherë nuk është bënë. Po. Shumë faleminderit. Edhe neve ju falenderojmë, ju mirpresim përsëri në Stamboll, këtu është shtëpia juaj tani, keni një shtëpi këtu. Po, patjetër, faleminderit. Shqiptar.